Vlezër të nderuar, xhamatli të pranishëm, Allahu Azza wa Jall I urdhëron besimtarët, muslimanët në këta kohë thot wa atimmul hajja wal umrata lillah. Thot Allahu Azza wa Jall, kryeni obligimin e haxhit dhe umrës për hir të Allahut Azza wa Jall. Vlezër të nderuar, haxhi është një shtyllë nga shtyllat e dinit ton të madh që Islami mbahet mbi këta 5 shtylla, e njëra shtyllë e cila është shtylla e 6 e Islamit është haxhi, vlezër të nderuar, që e kanë nxjerr Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në sahihet e tyre nga Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu ku tha bunia al-islamu ala khamsin, është ndërtuar Islami mbi 5 shtylla. Tha shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammeden Rasulullah, shtylla e parë e cila është dëshmia në Allahun I cili është I vetmi për ta adhuruar dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe I dërguari I Tij, wa iqamis salat dhe falja e namazit, wa itaiz zakat dhe dhënia e zakatit, wa saumu Ramadan dhe agjerimi muajit të Ramazanit, wa hajjul beiti man istata ilayhi sabila dhe haxhi në shtëpinë e Allahut për atë I cili ka mundësi. Vlezër të nderuar, atë shumë Allahu Azza wa Jall I dha pesh kësaj shtylle derisa e emërtoi një sure në Kur'an me këtë shtyllë e cila është surja El-Hajj. Të gjitha shtyllat tjera të cilat janë përmend në librin e Allahut dhe në sunetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam janë përmendur në sure të ndryshme, në vende të ndryshme, mirë po nuk ka sure me emrin namaz, nuk ka sure me emrin Ramazan, nuk ka sure me emrin zeqat, mirë po ka sure me emrin El-Hajj, për ta treguar se kjo shtyllë është nga shtyllat madhështore që Allahu Azza wa Jall e shumë fishon shpërblimin dhe se është një ibadet nga ibadetet që afrohet shumë tek Allahu Azza wa Jall. Për ato thot Allahu wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, dhe nëse doni të furnizoni me iman dhe me devotshmëri, njeriu furnizohet kur të shkon në haxh dhe kur ta viziton shtëpinë e Allahut haxhi. Vlezër të nderuar, nga haxhi kemi mësime të shumta. Haxhi është një shkollë, është një medrese. E para nga ta që na mëson është el-istislam, që ti dorëzohemi Allahut Azza wa Jall, dhe dorëzimi I besimtarit, I muslimanit është një nga esencat kryesore të dinit ton. Vetëm emri Islam, vetëm emri istislam, vetëm emri musliman e ka përkthimin I dorëzuar tek Allahu Azza wa Jall. Çka nën kupton kjo? Kur Allahu Azza wa Jall na thret neve dhe na thret dhe na drejtohet besimtarve për ta kryer një ibadet nga ibadetet e mëdha të Allahut Azza wa Jall, besimtari duhet të jetë I nënshtruar, të jetë I dorëzuar kur Allahu Azza wa Jall e thret një nga obligimet, e sidomos që është obligimi I haxhit. Pse vlezër të nderuar? Sepse shumë nga njerëz janë neglizhent. Shumë nga njerëz e kanë lënë pas dore këtë obligim të madh. Pse vlezër të nderuar? Sepse ne kemi kuptuar se agjerimi dhe Ramazani duhet të agjerohet prej në fëmijëri. Dhe duhet që të falet namazi, mirë po haxhi, sipas shumicën bot kuptimit ton, është që besimtari ta kryen haxhin kur del në penzi. Besimtari të shkon në haxh kur I bën 70 vjet. Qysh me shkune në haxh kur Allah si kam martu fëmijët? Qish me shkune në haxh kur Allah se ku ndërtu shtëpinë? A di si vjen kjo? Qish mu bo musliman se Allah se më hazër une? Unë s'muj mu bo musliman se ku ndrejt shtëpinë. Unë s'muj me fal namaz se si ku martu fëmijët. Unë s'muj me agjeru se s'kam pare. Jo, kur të bot obligim haxhi, obligëshmëria e haxhit për atë që ka mundësi është që të ketë shëndet dhe të ketë holla. Pse? Sepse ndoshta I shumë herë prej neve në është bërë obligim haxhi
e keni shty dhe ka prej tyre të cilët i është bërë obligim haxhi, nuk e ka bë, pas të asaj është të smur, pas asaj ka bankrotu, edhe nuk e ka kry këtë haxh. E Omeri radiallahu anhu tha, ai besimtari cili ka mundësit me pasurinë e tij dhe i ka mundësit me shëndetin e tij dhe nuk e ka kry haxhin, në të vdesi jehud apo si krishter, mos të vdesi musliman. Pse? E ka në përkëm një kusht nga kushtet, nga shtyllat e Allahut azza wa jall. Në shpesh herë, kur ka qenë haxhi 1.000 euro, dhe ka qenë haxhi 2.000 euro, çdo njeri ka pas në shtëpinë edhe 1.000, 2.000, 5.000 dhe 10.000. Duke e shti, është bë haxhi 10.000. E nesër ndoshta edhe shëndeti jo të lën dhe ke me pas një përgjegjësi se e ke lënë një shtyll nga shtyllat e mëdha të dinit të Allahut azza wa jall, i cili është haxhi. Për ata besimtarit i takon çka? El istislam, dorëzohet, të nënshtrohet ndaj urdhit dhe ftesës së Allahut azza wa jall, sepse Allahu subhanahu wa taala i drejtohet Ibrahimit alayhi salatu wassalam, i thot: "Thiri njerëzit, wa'adhin fil hajji, wa'adhin fil nasi bil hajji, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin wa min kulli fajjin amik." O Ibrahim, thiri njerëzit për haxh, ato do të vinë në këmbë, do të vinë me kalosat, me devet e tyre, nga çdo cep, nga çdo qosh i botës. Thiri njerëzit, e Allahu azza wa jall i ka thirr njerëzit, dhe dije, ai i cili e ka thirr Allahu dhe ka shkuar, i është nënshtruar Allahut, dhe dije se e ka respektuar Allahun azza wa jall. Ki është nënshtruar Allahut, i cili është musliman, il istislam, mi u dorëzu Allahut azza wa jall, urdhave të Allahut azza wa jall, ftesave të Allahut azza wa jall, obligimeve të Allahut azza wa jall. Pra është njëra nga saj që përfitojmë, është el istislam, që të dorëzohemi Allahut subhanahu wa taala. E dyta, el mawaqit. Koha dhe vendet janë të caktuara. El haxhu ashhurun ma'lumat. Thot Allahu azza wa jall, haxhi është në kohë të caktuara. Nëse besimtari jashtë këtyre muajve të haxhit shkon në haxh, ai pranohet haxhi, nuk i pranohet haxhi, se është jashtë kohë. E ka kohën e vet dhe e ka vendin e vet, të cilët janë el miqat, janë vende sikur Dhul Hulwayfia, që shumë musliman në atë vend duhet shkon aty dhe aty ti vesht ihramat e tij. Aty ta bën niyet. Nëse nuk shkon në atë vend dhe nuk e bën niyet dhe nuk i vesh ihramat, ai person nuk e ka haxhin se se ka bën niyet. E në atë moment çka bëhet? Çka është mësimi i kësajna? Na mëson Allahu azza wa jall se o besimtar, tash po i vesh di peshkira, po i vesh di copa të bardha, por kujtoje se një ditë do t'i zhveshin teshat dhe do t'i veshin dy qefina dhe do të nisësh në rrugtimin për të Allahu azza wa jall, ashtu siç muslimanët nisën për të shkuar në Arafshinën e Arafatit. E atë ditë njerëzit do të dalin në dalën e Arasatit, do të dalin në dalën e sipërfaqes që është para Allahut azza wa jall, i cili është paroba. Dhe pastaj çka i drejtohet robi? I drejtohet me një lutje madhështore, e cila është lebejk Allahume lebejk. Çka do me thonë? Tu përgjigja o Zot, tu përgjigja ftesës tënde. Lebejk Allahume lebejk. Lebejke la sharika laka lebejk. O Zot, çdo idhull, çdo tempuj, çdo gjë që adhurohet, por posteje, çdo rival, ne refuzojmë. E refuzojmë. Mirë, po ndoshta shumë njerëzit thonë që ne pse me e bo këtë lutje, se nuk i bëjmë në shirk dhe nuk i bëjmë në rival Allahut, ne kemi shku në Qabe. Mirë, po shumë njerëzit po shkojnë, e ka një farë rivali egon, shkon për ta quajtur haxhi. Edhe i mejt hatrin nëse si në thot haxhi. Qish mësë në më thot ti mu haxhi, se unë jam kon haxh. Edhe namazgjien thirë, o namazgji, se ashtu fal namaz, zeqatgjien thirëm zeqatgji, se vjet e ku më dhonë zeqatin. O dhe sirëm, o Ramazan gji, se si vjet e ku majtë Ramazanin. Kjo është obligim dhe nuk është mburje. Dhe dëkush i cili i jetë për parësi pasurijës, para kryes e haxhit,
ki e ka një farë rivalit vetin, e adhuron, ajo është parja. Ndoshta i ka, po i dhimën me i hargju, i ka parët, po donë me bu biznise, i jep përparësi pasurijes, i jep përparësi kësaj materializmit, kësaj botës, para kryes obligimit të Allahut Azza wa Jall. E tjetër është hawaja, epshi, edhe pak, jam i ri, du të knashna, se si shkojnë hash mos të knashët ki. Ki du të me shku në hash më të vdek, të e marrë ma përkome, pak para se me dhonë shahadetin, ma e pak përkroj, bani dhe të avafa, edhe shko të Allah. Nuk është kjo kështu. Obligime kije njëherë jetë, udhëtimi i jetës, udhëtimi i imrit tënd, është njëherë me shku me e kry haxhin dhe me këtë arrit shpërblimin Allah dhe e kryin obligimin e 5 të obligimit të Islamit. E jo dëvonohet, e ko kohën e vetë, e ko momentin e vetë dhe i thu la sharike lek, innal hamde, se hamdi, falemderimi takon vetëm ti, o ni'mete dhe dhuntit e shumta, dhuntia e shëndetit, dhuntia e imanit, dhuntia e islamit, dhuntia i të mirave që ti ka dhonë Allahu Azza wa Jall, innal hamde wa ni'mete leke wal mulk, janë vetëm për te o Zot, edhe për mbretërin tënde. La sharike lek, dhe nuk i bëjmë me rival Allahu Azza wa Jall. Dhe tjetra nga mësimet që përfitojmë, kur besimtari shkon në qave, e ka obligim të shpalon shpatullën e djathtë. I thënë el-idhiba. Pse? Sepse në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur muslimanët kishin emigruar në Medinë, ishte përhap një fjalë se muslimanët janë sëmur dhe është përhap një pandemi dhe i ka kapën temperatura e madhe, e muslimanët për me tregu se ne jena të fuqishëm, pejgamberi alayhi salatu wasalam i detyroi që ta shpalojnë dhe t'i tregojnë ata muskujt e tyre, t'i tregojnë se ata janë të shëndetshëm dhe i urdhëroi që të bëjnë ramal, e cila është ngutje, nxitje, nxitim kur të bëjnë tavaf. Kjo ishte vetëm për natë kohë, për t'ju tregu mushrikëve, mirë po mbeti deri në ditën e Kiametit, që sot çdo musliman që të shkoje kur të futën tavaf, duhet ta shpalon shpatullën e djathtë dhe të nxiton ashtu siç kanë nxituar sahabët me Muhamedit alayhi salatu wassalam. Po ashtu vëllezër të nderuar, nga haxhi çka përfitojmë që njeriu kur shkon në haxh është Safa dhe Marwa. Çka do të thotë Safa dhe Marwa janë dikodra, mirë po në të mshihen thesar të shumta, dhunti të shumta, ku Allahu Azza wa Jall e urdhëron Ibrahimin alayhis salam që ta merr bashortën e tij Haxherën me Ismailin, t'i lënë në atë vend e cila në atë kohë ishte shkretir dhe ishte rënuar gati qabja dhe nuk kishte asnjë në atë vend. Dhe i la Ibrahimi alayhis salam me pak ujë dhe disa kokra hurma dhe këthej shpinën, i tha, o Ibrahim, apo në le këtu, nuk ju përgjigj, deri sa i tha, Allahu amraka bi hadha. Allahu Ibrahim, po të urdhron me në lonë edhe këtu, tha po Allahu na ka urdhru që me të lonën e këtu. Kjo të regon për sëri qka ti nënshtrosh urdhit Allahut Azza wa Jall. Ta losh bashortën tonë 5.000 kilometre me një vend, vetëm sa Allahu Azza wa Jall të ka urdhru. Mirë po vjen Gjibrili i thot mës u frigo dhe mës u mërzit se jeme një tokë të shenjtë që Allahu e ka shëntru këtë vend dhe do të bëhet që ki biri jop që do të ndërton këtë shtëpi të madhe qavën që pastaj Allahu Azza wa Jall e urdhëroi Ibrahimin alayhis salam me Ismailin alayhis salam ta ndërtojnë qavën dhe t'i thirrin njerëzit për haxh dhe t'u bëhet obligim njerëzimit deri në ditën e Kiametit dhe në ato momente duke shku në Safa dhe Marwa, ajo lipte ujë për fëmijën e saj, mirë po Xhibril alayhis erdhi në këmbët e tij, doli një ujë i cili është uji Zemzem, i cili nuk ka ujë më të bereqetshëm, ujë shërues, ujë i cili nuk ekziston sipërfaqen e tokës, si uji Zemzemit shkaku i nënshtrimit dhe sakrificës që e bëri Ibrahimi alayhis salam Ismaili bashkërisht me bashortën e tij me Haxherën. Kështu është besimtari i nënshtrohet urdhave të Allahut. E urdhër me therr kurban, shkoj, mirë po, sakrifica ishte nuk u therr, i zbriti dashi nga qielli me tregu se besimtari ti
e ke obligim ti përgjigjesh urdhave të Allahut, ta sakrifiskosh dhe të nënshtrohesh dhe dije se shpërblimi vjen prej Allahut. Allah e lip sakrificën dhe jo që nëse shkumja jote ose shkumja ime në haxh do ta pasuron Allahun azza wa jall apo do ta varafron Allahun azza wa jall. Asha wa kella mirë, po ti do ta fitojsh shpërblimin e madh te Allahu azza wa jall. Vëllezër të nderuar, nga kjo përfitojmë që besimtari mos t'i lënë punë që të dhënohen. Ajo urdhë i Allahut azza wa jall, momentin që të plotësohen kushtet, mundohu që ta realizojsh çdo obligim që Allahu azza wa jall ta ka obligu, sepse me këtë do ta krysh një obligim, do ta fitosh shpërblimin e Allahut, do ta fitosh kënaqësinë dhe razllëkun e Allahut, do të kesh shpërblime të mëdha dhe do të bëhet haxhi aq i madh për ti, derisa tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, nuk ka ibadet nga shtyllat që i shflin këtë gjunahet, edhe gjunahet e vogla, edhe gjunahet e mëdha, sikur që është haxhi. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam, Islami i shflin këtë gjunahet e kaluara, hijreti i shflin këtë gjunahet e kaluara dhe haxhi pranum i shflin këtë gjunahet e kaluara, edhe gjunahet e vogla, edhe gjunahet e mëdha. Lejse jazaun illa al-janna. Al-hajj al-mabrur lejse lahu jazaun illa al-janna. Haxhi pranuar nuk ka tjetër shpërblim përpos xhenetit. E nëse njeriu e fiton xhenetin, dije se e ka fituar razillëkun e Allahut, e ka fituar kënaqësinë e Allahut, janë fal mëkatet dhe është Allah i kënaqur me të dhe e ka regjistruar nga banorët e xhenetit. Elusim Allahun azza wa jall, që Allahu azza wa jall çdo njeri nga ne na mundson që ta vizitojmë shtëpinë e Allahut azza wa jall, qabën e shenjtë e Allahut subhanahu wa taala, na regjistron nga haxhit që i ka zgjedhur Allahu azza wa jall, që i ka regjistruar në regjistrin e tij, që i ka fal mëkatet dhe u ka bërë obligim xhenetin e Allahut azza wa jall. Allahumma amin.